Rolando Maran u emërua sot trajneri i Shqipërisë. Ai ka firmosur kontratë për 1 vit e gjysmë, ndërsa u prezantua pak më parë nga presidenti i FSHF-s, Armand Duka. Me vete, ai ka marrë edhe ndihmësin e tij besnik, që e ka shoqëruar kudo. Bëhet fjalë për Cristian Malaner, i cili ka qenë me Maranin te Varese, Catania, Kievo, Cagliari, Genoa, Pisa dhe së fundmi te Brescia. 56 vjeçari italian do të jetë krahu i tij i djathtë edhe në kombëtaren kuqezi. Rolando Maran do të jetë një nga trajnerët më të paguar në historinë e pankinës kuqezi, pasi tekniku italian pritet të përfitojë rreth 400.000 euro në sezon në drejtimin e kombëtares, sipas raportimeve që shoqërojnë marrëveshjen e tij me Federatën Shqiptare të Futbollit. Maran ka firmosur një kontratë 2 vjeçare, duke u lidhur me kuqezinjt deri në vitin 2028, në një projekt që synon vazhdimsinë dhe konsolidimin e rezultateve të ekipit kombëtar. Emorimi i tij është konfirmuar nga mediat italiane, të cilat kanë bërë të ditur se ish trajneri i skuadrave si Catania, Kievo, Cagliari dhe Genoa ka nisur tashmë aventurën e parë në nivel kombëtaresh. Me një pagë që kap shifron e 400.000 eurove në vit, italiani vendoset mes teknikëve me kontrata të konsiderueshme në futbollin shqiptar, ndonse ende larg standardeve të trajnerëve të kombëtareve elitare europiane. Në total, marrëveshja 2 vjeçare mund të arrijë vlerën e 800.000 eurove, pa përfshirë bonuset eventuale të lidhura me objektivat sportive. Për federatën, investimit e Maran shihet si një zgjedhje për përvojën dhe eksperiencën që italiani ka ndërtuar në më shumë se 2 dekada në pankinat e futbollit italian. Tekniku 62 vjeçar vjen pas një karriere të gjatë në Serie A dhe Serie B, ndorsa për herë të parë do të provojë veten në drejtimin e një përfaqësueseje kombëtare. Rolando Maran u prezantua si trajneri i ri i kombëtares kuqezi, dhe pse u raportua që kontrata është firmosur 2 vjeçare, rezulton të mos jetë informacion i saktë. FSHF zbulon zyrtarisht se trajneri italian firmosi një kontratë të vlefshme deri në fundin e vitit 2027. Kështu, edhe numri 28 në fanellën e dhuruar duket më tepër një ëndër për të ardhmen. Presidenti i FSHF-s, Armand Duka, ndërkohë konfirmoi në konferencë për shtyp që kontrata vlen deri në fundin e kualifikuesave të Europianit. Kontrata nuk është e vështirë, është e thjeshtë. Realisht, firmën e kemi hedhur vetëm 30 minuta më parë. Trajneri tha se e kam firmosur pa e lexuar fare. Shpresoj të mos keni probleme me këtë. Me këto objektiva që unë i përmenda, për të qenë në vend të parë në Nations League dhe për të kualifikuar në Euro 2028, kontrata është deri në atë kohë, u shpreh presidenti Duka. Duket se është ndjekur i njëjti model me trajnerin Silvinho. Pra, nëse do të luhet në fazën play-off për Europianin 2028, atëherë do të ketë rinovim automatik. Megjithatë, kontrata nuk është 2 vjeçare, pasi nuk përfshihet faza e grupeve të Europianit nëse Shqipëria do ja dalë të kualifikohet. Buongiorno a tutti. Allora, prima di tutto volevo ringraziare il Presidente perché mi dà questa opportunità che poi spiegherò quanto conti per me e quanto sia importante. Voglio ringraziare anche Silvinho per le parole, per fargli complimenti per quello che ha fatto in questi anni. Al Presidente in questo perché ho seguito da vicino la nazionale albanese, per cui gli vanno tutti i miei complimenti. Questo, tornando invece a prima, al ringraziamento al Presidente perché mi dà la possibilità di allenare una nazionale che rappresenta un popolo con un grandissimo orgoglio. E questo, essendo vicino di casa vostro, perché questo è una cosa che ho sempre percepito, è una cosa che la si respira ogni volta che si parla con un tifoso di questa nazionale. Io credo che sia un motivo di grande orgoglio per me e la promessa è quella di cercare di trasferire quello che è il vostro carattere, quello che è il vostro essere, questo amore per questa maglia, per questa nazione, cercare di trasferirlo in campo dando tutto me stesso e cercando di far dare tutto alle persone che lavoreranno con me, dal mio staff ai giocatori a tutte le persone che conoscerò adesso qui in federazione. Per cui per me è un impegno morale che mi prendo
perché una cosa, scusate, mi emoziona anche un po' perché è una cosa che sento, è una cosa che sento veramente forte in questa missione, per cui la cosa che mi sento di dire è proprio questo, il trasmettere quello che, il portare in campo quello che rappresentate voi, tutti i tifosi, tutta la nazione. Nisem me pyetje, Ylli. Një pyetje për presidentin. Në konferencën e fundit përmendi faktin që në një bisedë me Silvinion e pyeti nëse kishte ende zjarr për të vazhduar këtë punë. Marrë në konsiderat rezultatet që ai ka arritur, hera e parë që ishin parë në grup në Europian, kualifikues apo hera e parë. Ma è quello che voglio portare, quello che voglio trasmettere, questo sì. A me piace vedere una squadra aggressiva, mi piace vedere una squadra che prova a fare la partita fino a prova contraria, che devono essere gli altri a dimostrare di essere più forti di noi. Duhet të demonstrojmë që jemi në të fortë në fushë. Quindi il mio DNA è questo, il mio DNA è quello di trasmettere questo e di riuscire a essere gli artefici delle proprie partite. Alban Asani, Radio Televizionin Shqiptar. Mister, për herë të parë do drejtoni një ekip përfaqësues. Keni drejtuar shumë skuadra në futbollin italian. Cili është dallimi mes një ekipi përfaqësues dhe nivel klubesh? Allora, me lo sono chiesto tante volte, perché essendo la prima volta. Però la cosa che non vi nascondo, mi era già capitato la possibilità di allenare delle nazionali. Në momentin që kam marrë përsipër mundësi për të drejtuar një kombëtare, di dire sì, di scegliere l'Albania è perché questa nazionale è come, secondo me, è come allenare un club. Është të trajnosh një klub, sepse ka një ndjenjë për differenza. Ndjenja përkatësisë është e njëjta si me një klub. Rikthehemi tek shkolla italiane e trajnerëve. Nuk e di, kjo është një lloj preferencesh, një lloj besueshmërie, dhe nga ana tjetër ndoshta Silvinio apo Edirea apo dhe Panucci përpara ishin trajnerë të cilët paktën kishin një lloj emri ndërkombëtar të një niveli ndoshta disi më të njohur. Besojmë se ndoshta trajner si edhe De Biasi që nuk ishte aq i njohur mund ta çojë kaq lart. Tani nuk është thjesht besimi, pa dyshim që shkolla italiane e futbollit është një shkollë e mirë, do të thënë trajnerët italianë kanë bërë sukses jo vetëm brenda Italisë, por edhe jashtë Italisë, që besimi në atë shkollë futbolli është pothuajse në nivelet maksimale, por fakti që ne kemi vendosur të kemi trajner zotin Maran është dhe arsye sepse ne kemi disa futbollistë ose pjesën më të mirë të futbollistëve sot dhe të atyre të perspektivës që luajnë në kampionatet italiane dhe është edhe më afër, le të themi, edhe nga pikpamja sportive dhe kulturore duke qenë kështu. Ka qenë dhe kjo një nga arsyet pse ne kemi vendosur që të jetë pikërisht ky profil dhe nga ky vend. Pastaj për sa i përket nivel, njerëzit nuk janë të krahasueshëm ky më i mirë ose më i keq, eksperienca pa dyshim nga këto emrat që përmendë ti, mbase më shumë eksperiencë ka pas vetëm Edirea dhe pas Edireas eksperiencë me skuadra dhe të nivelit të lartë ka trajnerë që ne po themi sot. Por në suksesin futboll nuk varet vetëm nga eksperienca, varet dhe nga ekipi, varet dhe nga ambienti, varet nga përkushtimi, i cili jam shumë i bindur dhe i sigur, duke parë dëshirën dhe themi qasjen e trajnerit kur e ka pranuar këtë, përgjegjësinë me cilën e ka pranuar këtë detyrë, jam shumë i sigur që do të ketë përkushtim maksimal. Jam shumë i sigur që do të gjejë një ambient fantastik administrativ, mediatik dhe të tifozërisë shqiptare. Gjitha këto do ndikojnë që
ta mbështesin punën e tij për të arritur suksese dhe më shumë. Sulçe? Aldin Sulçe, dy CNN, për trajnerin. Sa e njini ekipin ton kombëtar, dhe a ju kanë folur trajnerët e mëparshëm si Edi Reja, Debiazi për kombëtarën? Dhe sa sugjerim s'ke pas se t'jeni këtu në këtë moment? Ma la conosco bene, nel senso che comunque tanti giocatori... Në sensin sepse edhe shumë lojtarë i njoh, sepse ne shikojmë futbollin, i kam parë shumë ndeshje të Shqipërisë. Un po' di più adesso che me le sono riviste che madje kam dhe riparë disa prej tyre. C'era la possibilità appunto di arrivare alla nazionale. Ho parlato con Gianni De Biasi. Kam folur me Gianni De Biasi. Perché essere un grande amico. Se përveç është një mik i mirë. È un allenatore che stimo molto. Është një trajner që unë vlerësoj shumë. So cosa ha fatto lui. E di çfarë ka bërë ai. E sicuramente mi ha dato m'ha fatto delle considerazioni. Dhe sigurisht më ka dhënë disa konsideracione, disa konsiderata të cilat mundohem ti përfaqësoj. Për ministër do thamë prifti apo të News. Ministër ju thatë që e keni parë pak më shumë kombëtarën e Shqipërisë këto ditët e fundit. A mendoni që ka një bazë të mirë solide për të arritur ato objektive që presidenti tha më parë? Faleminderit. Ma se non lo pensassi non sarei qua, per cui io credo che ci siano i presupposti per arrivare agli mendoj që obiettivi. Janë mundësit, kushtet për të arritur në objektiv. Nuk është e lehtë, nuk do të jetë thjesht, por sigurisht që mendoj që janë mundësit për t'ia dalë. E un passo alla volta con il lavoro, con il senso con l'attaccamento che avete voi. E sono sicuro che si possono fare cose anche oltre quelli che sono magari dei limiti che possono essere rispetto ad altre nazioni. Ma ato çfarë ju keni, sigurisht që ne kemi mundësi për të bërë gjëra më tepër. Possono essere più competitive. Edhe ndoshta kundër skuadrave që ndoshta në kartë, në letër mund të jenë më konkurruese. L'Albania possa arrivare a giocarsi questi obiettivi da protagonista. Duhet të arrim të përmbushim objektivin për të qenë kompetitiv. President, ju keni zgjedhur shumë trajnerë gjatë viteve që keni qenë në krye të detyrës dhe ku mund ta fusni Silvinjon nëse do bënë një top 5 le të themi dhe ai vendosni një notë Silvinjos për edicionin e tij? Absolutisht nuk kam ndryshuar asgjë nga ato që kam thënë më parë për Silvion dhe për stafin e tij, për përkushtimin, për seriozitetin me cilin ka punuar gjatë kësaj periudhe në drejtim të ekipit kombëtar shqiptar. Asnjëri nuk është perfekt, kështu që edhe Silvini nuk e fuske perfektet, sikur se thash asnjëri nuk do ta fusë aty, por vlerësime pozitive afro maksimalesh për gjithçka që ka bërë dhe për rezultatet e arritura. Në fundit në drejtimin e Silvios, Shqipëria për herë të parë në 2 kualifikuese u rendit një herë në vendin e parë në grup dhe një herë në vendin e dytë në grup, pavarësisht se në play-off nuk arritëm të shkonim më tej. Pyetje për trajnerin, përshëndetje mister dhe ju urojmë suksese për detyrën dhe punën që do keni në vazhdim, duke marrë shkas nga ajo që po ndodh te kombëtari italian e futbollit, pra që është zgjedhur Baldini vetëm për ndeshjet miqësore të qershorit dhe më pas do zgjedhë një trajner tjetër. Baldini ka hedhur idenë që të marrë shumë lojtar nga under 21, duke qenë se titullarët ose të kombëtarës A janë lojtarë që janë fund sezonit dhe ndoshta nuk duan të luajnë. Keni djetin mendim të provoni lojtar nga U21 i Shqipërisë dhe të rinë, ndoshta edhe nga kampionati shqiptar, duke qenë se vitet e fundit trajnerët që vinin te Shqipëria nuk i kishin me sy të mirë futbollin vendas për të marrë lojtar. Faleminderit. Ma guarda, sicuramente tutto verrà considerato, anche i giocatori dell'Under 21. Sigurisht çdo gjë është e konsideruar edhe lojtarët e kombëtarës U21. Rispetto all'Italia c'è una storia diversa. Përket Italisë është histori ndryshe. È un allenatore che farà quelle 2 partite e poi trajneri italisë është një trajner i cili do të bëjë ato 2 miqësore dhe më pas nuk do të jetë.
per costruire un percorso diverso. Dhe zgjedhje le të themi që bëhen për shkak të një rrugtimi ndryshe. Per noi inizierà un percorso nesër do të nisë një rrugtim përgatitje për arritur drejt arritjes së objektiveve. Sicuramente tenendo presente, sigurisht duke pasur parasysh të qendurit të kujdesshëm e të vëmendshëm për çdo lojtar, edhe sigurisht pjesët për tyre dhe ata të kombëtarës U21. Në radhë parë, Minister mirë se erdhe dhe isha në qonë sa më përpara. Por fakti që jemi mësuar me kur themi trajner italian, perceptojmë një trajner mbrojtës, ishim mësuar me trajner brazilian përpara, që na konsideronte një lojë sulmuese. Nuk e di, mund ta tregoni diçka më tepër rreth filozofisë tuaj se si e mendoni futbollin të aplikuar në Shqipëri te kjo kontare që kemi. Paktën një mendim të parë. Forse questo retaggio che c'è sull'allenatore italiano è un po'... Ky perceptim që është për trajnerët italian është qëndron në fakt, por... No, io credo che invece quello che dicevo prima è proprio ajo që thash il pak senso më di quello che volevo përpara, dire, che bisogna essere bravi a avere una solidità tale per poter fare la partita. Për të pasur Questo significa che l'essere artefice delle partite, l'essere il volere comunque essere più bravi degli altri. Për të qenë më të zogë se të kundërshtarët, dhe kjo nuk lidhet vetëm me faktin e të mbrojturit mirë, por të mbrojturit mirë ndihmon sigurisht edhe në bërjen e ndeshjes. Por mendoj që duhet të ketë një ekuilibër të këtyre gjërave. C'è la possibilità di provare di vedere, di valutare anche in base ai giocatori che avrò a disposizione. Duhet sigurisht të vlerësojmë edhe bazën e lojtarëve që kemi në dispozicion. Io mi sento di dire che quello che vorrei portare è un calcio propositivo, un calcio che una squadra che cercherà di fare la partita, një skuadër që mundet të arrijë të mbyllë ndeshjen. Do jenë momente që duhet të mbrojemi patjetër. E bisognerà farlo da squadra. Duhet ta bëjmë si skuadër. È la medicina per fare risultati. Kjo është ilaçi le të themi për të arritur rezultate. Nuk mund të jetë vetëm njëra gjë ose tjetra. Për të arritur rezultate të mëdhenj duhet që këto gjëra të shkojnë hap pas hapi. Përshëndetje, se pari urime, tecë mbarë me kombëtarën shqiptare. Pyetje që unë kisha është se trajnerët paraardhës kishin për qëllim të paktën ta kualifikonin Shqipërinë në Europian dhe ëndër mbetet botrori. A mendon se do të qëndrosh me Shqipërinë për shumë vite dhe do ta dërgosh deri në botror? Questo è il mio sogno. È il sogno vostro, ma è il sogno anche mio. In questo momento. Kjo është ëndra juaj për dhe imja, në fakt. Il mio sogno è il vostro sogno. Momentalisht ëndra im është ëndra juaj. Të arrit të sjell ato rezultate që të gjithë dëshirojmë. Nëse jam këtu kam bindjen që me përkushtimin, profesionalizmin, me një grup të bashkuar për të arritur këtë rezultat, dhe sigurisht dhe me pak fat, kjo gjë mund të arrihet. President, Spari, do doja ndalesha tek një çështje që lidhet me momentin që keni marrë një vendimarrje të tillë për t'i dhënë timonin Maran. Keni pasur alternativa të tjera në tavolinë, dhe më shumti do donim zbulonim edhe disa detaje që lidhen me kontratën, të tipit asistentët, kushtet në lidhje me vazhdimsinë, përpara kemi një fushatë si Nation League. Pra, cili është objektivi konkret që ju keni vënë trajnerit Maran sa i takon kontratës? Faleminderit. Padyshim që kjo nuk është një zgjedhje emocionale, nuk është as një zgjedhje e çastit, për një zgjedhje e menduar dhe e konsultuar me gjithë stafin teknik të Federatës Shqiptare të Futbollit, siç e thash, duke pas parasysh gjendjen, ekipin, atë që ka nevojë ekipi sot. Kemi kontaktuar, kemi biseduar me disa kandidatura, padyshim që kanë pas alternativa, të cilët nuk besoj se është etike që t'i bëj publike tani, edhe Mr. Maran është në ndjeni që ne kemi pas disa alternativa
Dhe të tjerët kanë qenë ndjeni dhe kemi bërë këtë zgjedhje duke menduar që kjo është zgjedhja më e mirë. Kontrata nuk është e vështirë, është e thjeshtë, realisht firmën mbi letër e kemi hedhur vetëm gjysore më parë. Misteri tha unë po firmos dhe nuk kam lexuar asgjë, inshallah s'të kem probleme. Por me këto objektiva që unë i thash, për të qenë vend parë në Nations League dhe për të kualifikuar në Euro 2028, derisa them dhe për të marrë pjesë në Euro 2028, pra kontrata është deri në këtë kohë. Edhe një të lutem për trajnerin, një pyetje shumë të shkurtër që lidhet pikërisht me atë që përmendi pak më herët presidenti i federatës, që një nga arsyet pse kishte bërë një zgjedhje të tillë ishte fakti që Maran vjen nga futbolli italian, aty ku ne kemi një bazë lojtarësh, qoftë tek ekipi aktual, por ndoshta edhe lojtarë të perspektivës. Nuk e di nëse ka pasur mundësi trajneri i ri përfaqësues son të hedhë një sy, po themi, të shpejt edhe bazës lojtarëve tanë të cilët luajnë në Itali dhe sa i një ata, në mënyrë të përcip ndoshta po. No, quelli che giocano in Italia li conosco tutti, cioè ata që luajnë në Itali njoh të gran gjithë. parte di loro li ho affrontati da avversario, per Një cui pjesë për tyre janë përballur me ta si kundërshtar. Janë lojtarë që unë njoh ma mirë. ripeto, a 360 gradi sono una nazionale che conosco bene. Përsëris është një kombëtar që unë njoh conoscere di mirë. vedere le partite, studiarle come le stiamo studiando adesso. Sigurisht, duke i parë ndeshje, duke studiuar. Ndryshe është patjetër kur fillon të trajnosh, të bësh stërvitje edhe të krijosh raport edhe personal dhe kompletohet e gjithë njoja. Rëzal Gjika, koha jonë. Mister, së parë ju uroj suksese dhe së dyti dohet ju pyesja, do jetoni në Shqipëri si Silvinjo apo është ende një vendim që nuk e keni marrë? No. Do jetoni në Shqipëri si Silvinjo? Sicuramente mi trasferirò qua. Questa è la prima cosa della quale abbiamo parlato con il Presidente. Gjë e parë për cilën kemi folur me Presidentin, sepse mendoj se nëse dua të servis mirë këtë skuadër, essere parte integrante, nëse dua të jem pjesë integrale, ho la necessità di vivere qua kam e la nevojë voglia për di të vivere jetuar qua. këtu dhe kam dëshirë për të jetuar Sicuramente mi këtu. porterà a fare meglio il mio Sigurisht që lavoro. kjo do të më ndihmoj ta bëj më mirë punën time. Të jem afër me realitetin tim që është realiteti juaj. Përshëndetje, mister. Dea Kuzma, 2 CNN. Thatë pak më parë që e njihni skuadrën tonë, njihni lojtarët, por me aq sa ju keni parë, cila mendojnë që është pika më e fortë e skuadrës tonë? Allora, adesso lasciarmi andare a giudizi non è che prima di një vlerësim të tillë përpara se unë ti stërvis. Mendoj që është një skuadër që ka lojtar me karakteristika shumë të mira. Por lojtarët duhet të jenë funksional me sistemin e lojës, të qenurit bashk. Sigurisht një skuadër ndërtohet jo vetëm nga lojtarët cilësor, por dhe lojtarët të cilët sakrifikojnë për njëri tjetrin. Nuk jap dot një vlerësim, një gjykim për një repart të caktuar. Për momentin mendoj që do ishte një gabim. Por ka disa veçanëri të skuadrës me të cilët mund të punojnë dhe mua më stimulojnë dhe kam dëshirë që t'i shoh, t'i stërvis edhe dhe jam i bindur që ky mozaik mund të vi shumë mirë, mund të formsohet shumë mirë. Mister, Presidenti Duka tha pak më parë se objektivi primar është vendi i parë në Ligën e Kombeve. Për ju si trajner, është më e rëndësishme të merrni vendin e parë në Ligën e Kombeve apo të përgatisni kualifikuesit e europianit të ardhshëm? Faleminderit. Io credo che vincere aiuta a vincere e credo che questo sia të ndihmon të fitosh. Sia la medicina o comunque la strada per poter ajo është rruga për të arritur gati, fare bene prima vuol dire për të bërë mirë fillimisht dhe më pas për të bërë mirë më pas. Në fund. Përshëndetje, Krisi Sardari, Krisi Sardari Klan News. Më falni për zërin, President, po të shohim pak anën tjetër. A ndikoi aspekti financiar në zgjedhjen e trajnerit të ri dhe mund të jetë kjo një zgjedhje ekonomike e zgjuar e cila mund të rezultojë suksesshme?
Kriteri primar është si mund të shërbejmë më mirë ekipit kombëtar, por pa dyshim që do të ruhen dhe balancat ekonomike me ato sportive, me kushtet e tjera. Jam shumë i bindur që edhe nëse do kishim shumë lek, nuk do bënim zgjedhje më të mirë. Kjo ishte edhe pyetja e fundit, s'ka më pyetje tjera. Ne falenderit shumë për praninë dhe ministrin do të ritakohemi sërish pas disa ditësh, duke qenë se fillon grumullimi kombëtar. Falenderit. Falenderit. Mister, bocca al lupo. Grazie a tutti. Bocca al lupo. Grazie. Grazie.